sepse kjo aspirat nis me profecinë e Gjergj Kastriotit. Profeti i historisë tonë kombëtare vuri barikadën këtu. S'kishte bëhe në atë kohë, dhe Europa nuk ishte ajo që u bë në shekujt e më pastajm, por ama Europa ishte aty dhe ai vuri barikadën dhe vendosi që bijtë e tij, niprit e tij, stërniprit e tij, stërniprit e stërnipërve të tij do të vendoseshin në perëndim dhe jo në lindje, në Europë dhe jo në Azi. Dhe kështu vazhdoi profecia derisa rilindasit tanë e kthyen atë në një amanet shkruar. E kthyen në një amanet shkruar duke u bërë bashk për të vendosur alfabetin dhe zgjodhen alfabetin latin. Dhe nga ana tjetër e lanë me shkrim. Për ne dielli lind andej nga Perëndon, që do të thotë ne i përkasim Europës, jo Azis. Pastaj ju e dini historinë, shumë gjëra të rënda ndodhen, edhe për fat keq në shumë gjëra të rënda që ndodhen, se shpesh herë pseudo patriotët tanë ja lën fajin gjithmonë të huajve, ja lën fajin gjithmonë Europës, ja lën fajin armikut jashtëm, por nëse ne shikojmë historinë tonë me objektivitet, s'ja kanë bërë të huajt atë që i kanë bërë shqiptarët e mbrapsht këtij vendi. Dhe gjithsesi historia rodhi deri kur më në fund kupa u mbush dhe populli doli në rrugë i pa organizuar, nuk